Atëherë, sikur shkruajmë në një poezi, por atë përpiqesh ta bësh në lloj se po të më gjindesh, do të kisha penalitet shumë të rrezikshëm. Unë mund të kalosha prapë për gjyje. Atë përveç këtu të mësanove, unë e shkruajsha natë, edhe natën e vërosi. Në një vend që asu nuk e disha, vetëm gënë dite. U shua një ndër të fundmit letrar të Plejadës së viteve 30, Dr. Lazar Radi, poet, përkthyes dhe publicist i njohur që pati një rikthim të bujshëm në vitet 90. Botoi gjatë këtyre viteve 15 libra, duke çuditur botën e sot me letrare shqiptare me produktivitetin e një të riu. Lazar Radi lindi në Prizren me 29 janar 1916. Formimin klasik e mori në gjimnazin e Shkodrës në 1938, për të doktoruar më pas në Fakultetin e Drejtësisë së Romës. I kthyer në Ardeun e pushtuar bashkë me Kolishin, zhvilloi aktivitetin e tij edhe si gazetar në shtypin e kohës, por nuk u largua nga Ardeu si shumë intelektual të tjerë. Pasoja kaloi në gjyqin special duke u dënuar me 30 vjet burgim, që i kaloi nëpër këneta e kampet të punës së detyruar deri në prag të demokracisë. Gjatë 8 vjetëve të fundit, Lazar Radi ka qenë interesuar për zhvillimet demokratike dhe sidomos i përkushtuar duke marrë pjesë në turbime shkencore, si dhe në shkrimje historike për çështjen tonë kombëtare dhe zgjidhjen e saj. Kush nuk e ka njohur veprën e Mikut të Migjenit, së paku do të sjellë ndërmend pamjen e tij për intelektualit të viteve 30, duke përshkruar rrugën dëshmorët e kombit si një hije e gjallë, plot energji, Dr. Lazar Radin.